Mes shumë besimtarëve myslimane në Kukës që janë bashkuar muajit të Ramazanit është edhe 67 vjeçare Ramadania Belaj nga Shishtaveci. Ishte viti 1991 kur filloi të agjerojë për herë të parë pas ardhjes së demokracisë. Por lidhja e saj shpirtërore me Islamin ka nisur shumë herët. Unë çik kur është prish demokracia, domethënë ai sistemi dhe ka ardhur demokracia atë vit, domethënë kena gjetë liri edhe jam mundu edhe në kohën e komunizmit, për shembull natën e madhe të Kadrit e kam mbajt, edhe kur i kam qenë e vogël, sepse nëna na çonte në syfir. Dhe e mbanim, ishin përkushtuar, nëna gjithë ditën lutej, gjithë natën ani, sepse ishte koha e komunizmit. Edhe motrat e mia janë fetarit të katër, jemi të katër falen. Si Jalda, Tuta, Liliana, Vlaskena, po. 76 vjeçaria tregon se edhe pse ishin familje përsekutuar nga ish regjimi komunist, agjerimin e ka mbajtur nëna motra e madhe. Është nëna që e ka mbajt, nëna edhe motra e madhe. Edhe Liliana dhe Jalda ato të tre po, kurse ne ishim, më ka lënë baba 2 vjet, dhe edhe motrën e vogël e ka lënë 6 muaj. Ka qenë i dënuar, i persekutuar 25 vjet burg. Domethënë janë arrit kur ka ardhur. Dijet e para nga feja i mori nga gjyshja e cila fale dhe lutej fshehurazi në shtëpi. Kena pas frikë, vinin ato dhe na shikonin, sidomos neve që ishim nga më të ashtu, na vinin dhe na kontrollonin edhe neve, po edhe me zor i jepte karamele, ani, nëna thoshte, leta hajni dhe prap, shikon Zoti. Ishte besimtare, gjyshja ka qenë që falej qish në kohën e komunizmit, nëna e nënës. Dhe me gjyshja ishte shumë e mirë, edhe ajo si nëna em. Falej, lutej, me një tërlik e mbaj mend, vinte te ne, të zi dhe mbuloj e kështu, falej, lutej Zotit, edhe unë jam kanë e vogël edhe prana saj adin u lesha dhe. Falej në shtëpi? Në shtëpi. Vinte edhe gjyshja te ne, se edhe falej edhe unë bashkë me ata. Ishte shumë besimtare, se babgjyshi ka qenë në Turki dhe ai ka qenë besimtar i madh. Si familje. Po, në atë kohë kanë punu gratë kooperativ, si kanë mujtë me majtë Ramazan? Me thënë drejt, ishte po, edhe nga Afrika dhe aq që kanë dëshirë që kanë pas, kur të nëna dhe ditë e madhe ishte atëherë shumë e madhe, me orë të tëra, flinte pak edhe quaj që mos ta diktojnë se mbante Ramazan. Edhe përkundër moshës vazhdon të agjeroj për të cilën thotë se çdo Ramazan e pret me gëzim. Ramazani është muaj më i rëndësishëm për besimtarët e musliman i sakrificës sublime ndaj Allahut.